Përshëndetje shikues të emisionit Z. Sot në emision do të flasim për sigurinë publike në Shkup, por në përgjithësi edhe në vend. Do të flasim me theks të veçantë për funksionimin e sistemit Safe City, efektet e tij në uljen e aksidenteve dhe disiplinën në komunikacion. Për këto dhe shumë tema të tjera, kam kënaqësi që sot të kem të ftuar zëvendës ministrin e punëve të brendshme Astrid Hiseni. Zotëri Hiseni, mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm, më lejoni në fillim që falenderoj për ftesën dhe mundësinë që t'japim disa dhëna, informata në lidhje me funksionimin e Ministrisë Punëve të Brendshme, në lidhje me ruajtjen e qetësisë dhe sigurisë së qytetarëve. Zotëri Hiseni, dua t'ju pyes se a i ka mazhoranca parlamentare numrat e nevojshëm për miratimin e propozimit ligjor për funksionimin e plot të sistemit Safe City, sepse ashtu siç jemi të njoftuar nga 2 shkurti, vetëse duhet të fillojë funksionimi i plot. Ligjet kryesore që është dashur të kalojnë, shembull ligji për sigurinë në komunikacion dhe ligji për kundërvajtje, në të cilët njëra iniciativë është marrë prej Ministrisë Punëve të Brendshme dhe njëra iniciativë prej Ministrisë së Drejtësisë, kështu që ligji për sigurinë në komunikacion vetëm se më ka kaluar gjitha komisionet, të cilët janë në burimet njerëzore, komisionet në sistemin politik dhe pastaj ka kalu edhe në kolegjumet e qeverisë dhe tashmë vetëm se përgatitet që të kalojë edhe në kuvend. E meta e kësaj është se është dashur të kalojnë paralel edhe ligji për kundërvajtje e cila hartohet prej Ministrisë së Drejtësisë, aq e kemi ngecje, akoma nuk i ka kaluar komisionet e nevojshme dhe akoma s'ka kaluar në qeveri që për të shkuar bashku, do thotë, meqense janë ligjet e cilët janë të bashkëdyzuar dhe janë ligjet e cilët duhet të kalojnë bashkarisht për të implementuar edhe projekti i Safe City-t. Dhe kështu që besoj se për periudhë shkurt kohore do të kaloj edhe ligji i kundërvajtjes dhe unë mendoj me qenë se ky ligj dhe ky projekti Safe City është në favor të gjithë qytetarëve, të ruajtjes, si thash, të rendit publik, të ruajtjes së sigurisë së qytetarëve, me qenë se e dim se kemi edhe statistika të shumta të dhënave në të cilët kemi viktima në komunikacion. Unë mendoj se edhe mazhoranca, edhe deputetët tjerë duhet ta votojnë, me qenë se kur bëhet fjalë për ligjet e cilët janë në dobi të gjithë qytetarëve, unë besoj se unanimisht gjithë deputetët duhet ta votojnë këtë ligj dhe duhet normal që të miratohet kjo edhe në kuvend. Përmendet se ky projekt normalisht ka për qëllim uljen e aksidenteve siç përmendet, por dua t'ju pyes se a është shënuar ulja e aksidenteve fatale dhe shkeljeve në komunikacion prej kur janë vendosur kamerat e sistemit Safe City? Ministria e Punëve të Brendshme ka edhe analizat e veta, për dhënat statistikore, në të cilët në periudhën e fundit kohore shënohet një ulje drastike. Gjitha këtyre do të thotë veprave penale, sa i përket edhe atyre të komunikacionit, dhe fal asaj këtij projekti unë besoj madhështor, në të cilën ky projekt është projekt i shumë pritur, projekt i cili besoj se ndoshta është pak edhe i vonuar dhe është dashur të realizohet në të kaluarën, mirë po fatmirësisht që ne si ministri kemi marrë iniciativë që kjo të realizohet më tani. Dhe sa i përket statistikave, normal se ne në çdo fund vit dalim edhe me statistika, njësitë të cilët janë kompetente për t'i shpalosur edhe në vefaqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme, tash nxjerrin edhe statistika të tilla që besoj se diçka edhe unë jam munduar që të nxjerri dhe t'i shpalosmi këtu bashkarisht dhe besoj se është ulur dukshëm numri do thotë i gjitha këtyre do thotë ngecjeve të cilët apo gjitha këtyre do thotë kundërvajtjeve të cilët kanë ndodhur në periudhën e fundit kohore dhe sa i përket statistikisht mund të themi se edhe në viktima është ulur në muajin dhjetor krahasuar me muajin dhjetor të vitit 2024, kemi një ulje pothuajse 100% të viktimave. Meqense se vjet në dhjetor kemi pasur 4 viktima në vitin 2024, këtë vit krahasuar me vitin 2025 kemi 0 viktima. Po edhe do thotë në kundërvajtje tjera, edhe në lëndime trupore, lëndime më të rënda trupore, do thotë në gjitha këto premisa shënohet statistikisht një ulje drastike sa i përket do thotë dhanave të cilët ne i kemi si ministri. Po, por në qytetet e tjera si Kumanov, Tetov, deri ku është ky proces?
kur mendoni planifikohet që të fillojnë apo deri kur ka arritur? Do thotë procesi I kamerizimit, normal se vetëm se është në fazën përfundimtare, ashtu si që theksuam në qytetin e Shkupit, vetëm se më janë instaluar gjitha kamerat, edhe pse ne si ministri mundohemi që ajo të preket çdo rrugicë. Dhe normalisht ti kemi do thotë në kontroll dhe në siguri qytetarët dhe gjithandej. Po edhe në Kumanov dhe Tetov besoj se jemi në fazën finale, po akoma nuk ka filluar shembull faza testuese në Kumanov dhe Tetov dhe gjithashtu edhe e dim edhe në korridorin 8 dhe që shpresojmë se për periudhë të shkurtë kohore do të fillohet faza e testimit edhe atje, ndërsa siç e dim bazë të shumë informacioneve dhe dhënave prej gjithë do të thotë hierarkisë të cilët kanë qenë reprezentë për shumë mediume se me një shkurt do të filloj vetëm se zbatimi dhe do t'i kemi gjobat në shtëpi. Cilat janë ato sfidat kryesore sot të themi të sigurisë në Shkup me të cilët përballet Ministria e Punëve të Brendshme? Do të thotë kemi sfida të shumta të cilët I tangojnë Ministrisë së Punëve të Brendshme, kështu që çdo njësi organizative dhe çdo sektor pranë njësive organizative parashef edhe plane të cilët I hartojnë e prorët bashkarisht do thotë me ekspertë të cilët normal kujdesemi për sigurinë e qytetarëve, sidomos ajo që është më eklatante, duke pas parasysh kryeqendrën e Shkupit, frekventimin më shumë do të thotë të njerëzve të veturave, frekventim në komunikacion, normalisht se krijohet këtu ndoshta pak problematik më e madhe. Duke pas parasysh se Shkupi normal posedon me më pak kapacitete sa I përket zyrtarëve policor, për atë arsye dhe periudhave të fundit kohore I kemi pas 2 konkurse për pranimin e kadetëve policëve të ri, me qenë se 40% nuk I plotëson kushtet, duke e ditë se shumica e qyteteve qera kanë ndoshta 90-100% e kapaciteteve për të siguruar qytetarët, Shkupi ka ngecje. Mirë po çdo njësi organizative besoj bashkarisht edhe me prokurorinë marrin dhëna, marrin informacione për të parandaluar ndoshta edhe veprat të shumta të cilët vepra penale kujdeset Ministria e Punëve të Brendshme që t'i asgjësoj edhe atë krimin e organizuar, duke u nisur prej të njësiti për krim të organizuar, I cili me të vërtet periudhën e fundit kohore ka shënuar suksese, edhe pse numri I veprave penale thashë në fillim ka rënje drastike, mirë po ne të mundohemi që ta luftojmë, siç tham, krimin ekonomik, ta luftojmë të tregtinë e palejuar, të cilët e dim se kemi të bëjmë me problematika siç janë të periudhës fundit kohore, anomalitë, defektet, fenomenet shoqërisë siç janë parandalimi I tregtisë palejuar lëndëve narkotike, pastaj armatimit dhe kështu shumë do të thotë veprimtarive të cilët mundohemi që në një farë forme të minimizojmë si ministri. Vetëm edhe pak do të kthehem tek Safe City. A do të shtojnë lokacionet e kamerave, po flas për Shkup edhe në dikun tjetër apo vetëm këto ku janë? Po, besoj atë që e thash edhe më herët, edhe në Shkup do të mundohemi që çdo rrugicë të ketë kamerizim. Dhe përpos asaj tash punojmë edhe në modifikimin e kamerave. Me qenë se tash nuk mund t'i shohmi gjitha ato vepra penale të cilët apo të shkeljet të cilët realizohen, për momentin kemi do të thotë mund të marrim vetëm disa informacione, disa njohuri prej kamerave, siç është do të thotë shpejtësia e tejkaluar, shembull, parkimin në formë jo adekuate, kalimin semafor të kuq, dhe ne mundohemi si ministri që normal ta zhvillojmë kamerët, personat të cilët janë tajtistë, personat të cilët janë kompetent, dhe normalisht do të mundohemi që brenda vitit të ardhshëm 2026, diku ka gjysma e vitit, që këto kamera të përfaqësojnë, të reprezentojnë dhe të pozicionohen besoj në gjithë shtetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe mos të ngecin vetëm se këto qytetet më të mëdha dhe në korridorin 8 dhe 10. Kështu që jemi duke u punuar në drejtim dhe besoj se jemi këmbgulës që ta realizojmë këtë projekt në përpikmëri. Zotëri Seni, a vepron Ministria e Punëve të Brendshme me të njëjtin standard dhe intensitet për të gjitha rastet, pa dallim etnik apo politik? Qëllimi është që normalisht mos të ketë formë selektive. Prej pozicionimit tim si zëvendës ministri I Punëve të Brendshme, normalisht takimet me hierarkinë më të lartë ministrin, drejtorin për siguri publike, sekretarin shtetëror, të cilët e reprezentojnë Ministrinë e Punëve të Brendshme, kam qenë kategorik që mos ketë formë selektive dhe akoma punojmë në atë drejtim, duke e ditur se
Ministria e Punëve të Brendshme, gjithashtu dhe Byroja për Siguri Publike përbëjnë dhe thot një organogram shumë zgjeruar, përbëjnë shumë sektor dhe normalisht përbëjnë edhe shumë zyrtar policor, afër 12.000 zyrtarëve policor, dhe kështu që mundohemi që ta ndryshojmë trendin e së kaluarës, dhe unë mendoj se në bazë të dhënave, jo pse ne jemi tash në këtë pozicion, po jemi munduar dhe aktualisht nuk kemi raste shembull në të cilën ka pasur edhe shembull bastise të tilla selektive, po vetëm në ato forma ku ka qenë e nevojshme, ku kemi marrë shembull koordinata prej prokurorisë, kemi grumbulluar materiale dhe intenca ime, synimi im është që normalisht mos kemi rastet montuara, gjë që për këtë jam do thot shumë falënderues që normalisht kemi pas një kohezion me ministrin, me drejtorin, me gjithë do thot përfaqësues të hierarkisë dhe deri tash sa i përket edhe periudhës kohore që ne jemi në këto funksione, fal edhe Zotit, ne do thot kemi arrit që të kemi një minimizim gjitha këtyre do thot veprimtarive të cilët janë pakëndshme dhe normalisht atë që thash synimi kryesor është që mos jetë në baza etnike, mos jetë në baza fetare dhe të respektojmë gjitha këto në bazë të ligjit. A do të vazhdojnë të intensifikohen këto aksionet policore edhe në periudhën e vazhdim? Po patjetër se po, atje ku kërkohet normalisht se atë që thash në bazë grumbullimit të informacioneve, çdo njësi organizativ grumbullon materiale, i punon do thotë gjitha ato veprimtari penale të cilët kanë qenë edhe në të kaluarën, po edhe tash ato veprimtari të cilët normalisht janë të freskëta dhe ne mundohemi që me këto njësi, siç është njësiti i krimit të organizuar, bashkarisht do thotë me prokurorin që të ndërmarrim edhe të tilla iniciativa, normal atë që thash që ta minimizojmë këto vepra kriminale sa i përket më shumë do thotë krimit ekonomik i cili ka ndodhur periudhën e fundit kohore në shtetin tonë, po edhe do thotë asaj tregtisë së palejuar apo krimit të pronës dhe gjitha atyre do thotë efekteve devijuese që ndodhin besoj në shtetin tonë. Zotërisë, dua t'ju pyes se edhe a parashikohet rritja e pranisë policore në terren, veçanërisht gjatë orëve të natës? Po tash periudhën e fundit normalisht se parashifet me qenë se jemi në festet e fundvitit dhe parashifet që edhe të shtohen, me qenë se tash normalisht ka aktivitete të ndryshme festive, sa i përket atje potencova festave të fundvitit. Normal se Ministria e Punëve të Brendshme bashkarisht me shumë institucione tjera relevante, siç janë edhe komunët, pastaj Ministrinë e Arsimit dhe tjera institucione relevante, tash për festet e fundvitit i ka shtuar do thotë edhe disa aktivitete për parandalimin shembull e përdorimit të fishek zjarreve apo çështjes së piroteknikës, e cila në të kaluarën shembull ka pas përmasa shumë më të mëdha dhe statistikisht edhe në këtë periudhë kohore kemi ndryshim prej vitit në vit, besoj se shoqëria e jonë ka filluar të vetëdijsohet, ngritet do thotë vetëdia kolektive sa i përket do thotë shoqërisë në vendin që ne jetojmë. Dhe marrmi gjithashtu edhe aktivitetet të tilla të cilat besoj se para disa ditëve në kryeqendrën e Shkupit ndoshta e keni përcjell, ka pas aktivitete të tilla, me qenë se dim se fishek zjarrët piroteknika mund të sjellin edhe dëme fatale sa i përket qytetarëve apo më konkretisht kategorisë më të ngjeshme të rinjve, adoleshentëve të cilët ndoshta nuk kanë edhe shumë informacione dhe kështu që ne mundohemi si ministri në formë të aktiviteteve të ndryshme bashkarisht me organet apo institucionet kompetente të marrëmi edhe aktivitete të tilla për parandalimin dhe për ruajtjen e normal sigurisë, ruajtjen e shëndetit dhe normal mbi gjitha do thotë të rendi publik i qytetarëve. Kur jemi tek siguria, do t'ju pyes edhe për një çështje shumë shpesh ndodh nëpër shkolla, grindje nëpërmjet nxënësve apo problemeve të ndryshme të cilat edhe me rrahje, me gjëra të tilla. Çfarë po ndërmerr Ministria e Punëve të Brendshme? A do të vazhdojë ky fenomen edhe më tutje, sepse gati se në çdo kohë dëgjojmë raste të tilla nxënës të shkollave fillore? Unë mendoj se ky fenomen duhet trajtohet në formate të ndryshme dhe kështu që nuk mendoj se vetëm se Ministria e Punëve të Brendshme është kompetente, që e thash më herët, këtu do thotë kompetent janë edhe institucione tjera të cilët duhet ndërmarrin aktivitete të tilla. Ne si Ministri e Punëve të Brendshme kemi marrë dhe kemi një sin për preventiv, në të cilët
kemi shembull zyrtar policor të trajnuar për shembull dhunën tek fëmijët apo njoftimin shembull se si funksionon Ministria e Punëve të Brendshme, se si duhet sillen të rinjët në vende publike, kështu që ne nëpër shkolla marrim kësi iniciativa, organizohen trajnime të tilla që normalisht fëmijët, adoleshentët kenë informacione dhe dinë se si të sillen normalisht nëpër shkolla, po atë që thash se nuk është kompetente këto vetëm se Ministria e Punëve të Brendshme. Kjo është çështje e edukimit, duke filluar prej atij trinomit, shembull prind, institucione, shembull relevante, institucioni i pedagogut, arsimtarit, se sa ato e kryjnë rolin dhe detyrën e vet, meqense unë i takoj edhe asaj thellë të arsimit. Kështu që unë mendoj se duhet punohet më shumë. Hierarkia nëpër shkolla duhet të ketë ndoshta masa pak më strikte, të ketë një organizim pak më të mirë, të ketë një disiplinë të vazhdueshme dhe normalisht përmirësohet sa i përket menaxhimit të shkollave fillore. Nuk them se të kthehemi në sistemet moniste apo si ka qenë më herët, mirë po sa i përket periudhave të fundit që ne gjendemi në këtë demokracinë thojza, ndoshta edhe nuk është ajo që e shumë pritura, po ndikojnë më shumë shembull prej pedagogët, ato të cilët do të janë në ciklin e ulët, pastaj pedagogët në ciklin e lartë duke vazhdu kështu më tutje, në të cilët këto raste me të vërtet janë shumë shqetësuese dhe ne nuk i dëshirojmë këto raste, po duhet mirën edhe masa preventive që besoj se duhet ketë një korelacion të më shumë institucioneve dhe normalisht ngrihet vedia. E dim me zhvillimin teknologjik se këto përmasa edhe janë rritur, me qenë se normal edhe kontrolli dhe si në familje, po ashtu edhe në shkolla, ndoshta nuk është një kontroll në një niveli më të lartë, mirë po besoj se duhet të punohet shumë këtë drejtim. Zotërisin, edhe pak ditë në ndajnë kur qytetarët do të fillojnë të festojnë këto festat e fund vitit. Një mesazh nga ju për gjithë qytetarët në fund? Po mesazhi si gjithmonë është që normalisht gjithë se cili prej neve të kujdeset për ruajtjen e rendit publik dhe sigurisë. E kam potencuar edhe në për emisione tjera. Do thotë jemi një popull shumë i vjetër i cili aludon qjetë në familjen evropiane dhe normalisht se familja evropiane i ka edhe kriteriumet e veta, i ka edhe standardet e veta, kështu që ne nuk mund prismi shembull edhe pse kemi ndihma në formate ndryshme prej organizatave ndërkombëtare, tash mos t'i ceki se në çfarë forma, po prap nuk duhet të ja lajmë që ato ta sjellin mentalitetin këtu. Ato mund sjellin diçka tjetër, mund sjellin donacione, ndihma, mirë po ta ndrojnë mindsetin e një shoqërie absolutisht nuk mund ta ndrojnë. Kështu që ne do të japim mesazhe të tilla, sugjerime të tilla edhe në cilësinë e zëvendësministrit që ne bashkarisht si qytetarët kujdesmi në ruajtjen e rendit publik dhe sigurisë së qytetarëve, meqense ajo është jetike për të pas një mirëqenie në jetë. Kështu që ne apelojmë që edhe gjatë festave të fundvitit, normal ato që festojnë, të festojnë atë formatin dinjitos, që mos të krijojnë apo problematikat ndryshme, meqense gjithë qytetarët kërkojnë që të kenë jetë rehatshme, të kenë jetë të qetë dhe normalisht sy drejtojnë gjithmonë tek Ministria e Punëve të Brendshme. Është institucion që themun e shpesh nevralgjik, është institucion në të cilën ka interaktivitet shumë të madh dhe normalisht ka kërkesa të shumta dhe gjithë syt i drejtojnë tek ne. Ne me gjitha kapacitetet tona, me gjitha mundësitë tona do të mundohemi, do të thotë që të kujdesemi për ruajtjen e rendit, qetësisë publike, sigurisë dhe normalisht të reprezentojmë shtetin tonë në formën më të duhur të mundshme. Zotëriseni, faleminderit shumë që ndatë kohë të jeni pjesë në emisionin Z. Faleminderit edhe për juve, suksese. Faleminderit. Shikues të nderuar, deri në emisionin e radhës, bashkë mirupafshim.